Pashka, kjo periudhë kaq e bukur, e lashtë dhe e tashme. Por çfarë është Pashka në vetvete? Pashka në vetvete është kalimi i popullit hebre nga robëria në liri. Ata kaluan nëpërmes ditët të kuq dhe i shpëtuan faraonit. Pra, ne të krishterët sot e kreditojmë Pashkën si një urë kalimi nga vdekja në jetë. Pra kjo jetë që na solli varri bosh i Zotit ton të ringjallur. Vëllezërit e mi të dashur me Krishtin dhe besimtarë në të gjithë botën. Të krishterë, jo të krishterë, shqiptarë dhe në të gjithë botën anë mban kudo që ndodheni. Krishti u ngjall. Ky mesazh triumfues i Krishtit të ngjallur na jep neve forcën, durimin, paqen, shpëtimin. Atëherë çfarë duhet të bëjmë neve? Ne kemi brenda vetes tonë mirësinë, dashurinë dhe bekimin e Perëndisë. Krishti i ringjallur na begatoft dhe na hap zemrat tona. Varri bosh për te Jeruzalemit që na shpalli neve sot dritën e tij të ngjalljes. Kjo dritë ngacëlluese na sjell neve sot lumturinë dhe madhështinë. Prandaj kudo gurët, bota e gjithë të rreth, bashkë me engjëjt, Krishti u ngjall, me të vërtetë u ngjall, dhe mesazhi nga zemra e bardhë, Krishti i ringjallur i bekoft të gjithë besimtarët.